Mirëmbrëma Kërçova ime dashur, e nderuara rini, motra, vëllezër, nëna, të burgosur politik, ushtar dhe komandant të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe ushtrisë lirimtare kombëtare, të nderuar mysafir, kryetar Zjadin Sela, shumë i respektuar dhe më i dashur i mes nesh, lideri shqiptarve Ali Ahmeti. Sonte jemi bashk për të filluar festën e fitores së madhe, sepse ne nuk njohim humbje. Kur flet është i qetë, në veprim paqësor, në qëndrim i palëkundur, pa humbur kohë, ftoj shefin e shtabit të përgjithshëm të Aleancës Kombëtare për Integrim, Faton Ahmeti. Roma Kërçova e Ali Ahmetit. I nderuar kryetar Zjadin Sela, shumë i dashur kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim zoti Ali Ahmeti, i nderuar kryetari i tashëm dhe i ardhshëm i komunës së Kërçovës zoti Fatmir Dehari, i nderuar bartës i listës për këshilltar zoti Ilir Rushani, i nderuar shefi i shtabit komunal Argjend Hasani, të nderuar ju, pjesëtar të shtabeve, të këshillave vendor, shtabeve komunale, të gjitha niveleve, të nderuar të pranishëm. Kërçova e vitit 2025 është në sfidën e njëjtë si në Kërçovën e vitit 2013. Prandaj, ju lutem që të mobilizohemi në maksimum, pasi që sfida ngelet e njëjtë për partitë politike maqedonase në krye me VMRO DPMN, por edhe mobilizimi ynë është i njëjti dhe më i madh si në vitin 2013 për t'i thënë që edhe në këtë mandat Kërçova do të udhhiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, nga Aleanca Kombëtare për Integrim dhe Fatmir Dehari do të vazhdojë të jetë kryetari i komunës Kërçovës. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, ju lutem në këto ditët e fundit të fushatës, të vazhdojmë me mobilizimin maksimal që e kemi pas, ta shtojmë dozën e mobilizimit, pasi që fitoria në Kërçovë, jehona në Kërçovë, nuk ka efekt vetëm tek ju, pa jo përcillet në gjithë shtetin. Çdo rezultat i Kërçovës përçon dhe përcjell emocione në të gjithë Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në të gjitha komunat ku ne garojmë. Prandaj, edhe një herë ju lutem, shtoni aktivizmin, shtoni aktivitetin dhe me 19 tetor duke votuar numrin 4, Fatmir Deharin për kryetar komune, Ilir Rushanin partës listës, ta bëjmë fitoren edhe më të madhe, ta bëjmë fitoren edhe më madhështore. Ju falenderit. Me vrullin e rinis që bartë në gji, a e mori përsi për të udhëheqi me shtabin lokal. Ftoj shefin e shtabit për Kërçovë, Argjend Hasani. Mirëmbrëma të dashur kërçovar, të nderuar mbështet të Aleancës Kombëtare për Integrim, deputet, kandidat për këshilltar, i nderuar kryetari aktual dhe i ardhshëm i komunës zotëri Fatmir Dehari, i dashur lideri shqiptarëve zotëri Ali Ahmeti. Më lejoni që në emrin tim dhe në emrin tuaj të falenderoj gurbeqarët tanë, vëllezërit dhe motrat tona që na pritën me zemër e nder në Amerikë, në Zvicër, në Gjermani dhe Austri, dhe të gjithë ata gurbeqar që sot janë këtu mesin tonë.
duke dëshmuar edhe një herë se ju jeni krahët e fortë të Kërçovës, frymëzimi ynë dhe garanca jonë përfitore. Në cilësinë e shefit komunal të shtabit të Aleancës Kombëtare për Integrim, më lejoni t'ju njoftoj se gati për 2 muaj kemi përfunduar të gjitha përgatitjet për fitoren e madhe të 19 tetorit. Mobilizimi është nivelin më të lartë, mbi 30 këshilla vendor, forumi i rinis, i graveve dhe të gjithë organet përkatëse janë gati për një fitore plebishtare të Aleancës Kombëtare për Integrim, për kryetarin Zotin Fatmir Dehari dhe listën e këshilltarëve të udhëhequr nga Ilir Rushani. Lider Zotria Ali Ahmeti, si gjithmonë, Kërçova mbi 90% qëndron në krah jush dhe mbështet politikat tuaja dhe këtë beslidhje shqiptare që jep kuptim unitetit ton kombëtar. Ndaj që sot e shpallim këtë referendum të 19 tetorit si ditën e fitores së dinjitetit ton, të besimit dhe të krenarisë shqiptare. Ju falemnderit dhe na prifte mbara. Zonja dhe zotrinj, më lejoni që në vazhdim të ftoj veprimtarin e madh të çështjes kombëtare të mbi 40 dekadave. Ai ka ardhur për të na nderuar sonte në Kërçovën tonë. Ftoj të marrë fjalën Hydayet Hyseni. Naip Hasanin. Më falë deputet. Përshëndetje Kërçovar. Nderuar qytetarë të Kërçovës, unë sot kam ardhur t'jem krah, bashk, dhe ashtu që e keni sloganin, bashk me Ali Ahmetin, bashk me Fatmir Deharin, bashk për Kërçovën. Edhe në 2013 kam qenë këtë shesh, kena qenë bashk, edhe sot jemi bashk të tregojmë, edhe Vlenit, edhe Vemëros, ne jemi bashk kur do herë për Maqedonin, për Fatmir Deharin, për Ali Ahmetin, për BDI-n këtu. Ne kena edhe Vlen edhe në Kosovë, edhe atje i kena mujtë. Edhe këtu do t'i mujë me 19-in. Bashk, çdo herë ja kena arrit qëllimit. Bashk me Ali Ahmetin kena qenë në themelimin e ushtrisë shërbimtare të Kosovës. UÇK. Bashk do t'ja dalim. Bashk edhe ushtrinë kombëtare kena pas këtu. Bashk e kena bëu Maqedoninë të vlet shqip, edhe Kërçovën bashk. Bashk në fitore, urime e suksese. Si kukuvajkat tinzare dhe si hijet zeza, më kotu përpoqen me qiri natën për të hedhur balt dhe njollosur si në kohën e inkvizicionit mesjetar, me të vetmin qëllim për t'i ndalur hapin, por aja është i pandalshëm dhe i pathyeshëm sepse është kështjellë ndërtuar nga Ali Ahmeti. Aja është në mesin ton. Ftoj të marrë fjalën Kreshnik Bekteshi. Me mbroma Kërçov e dashur, të rinj dhe të reja, aktivist pa lodhur,
të Aleancës Kombëtare për Integrim, Zjadin Sela, kryetari i Aleancës Shqiptare, lider Ali Ahmeti, kryetari tashëm dhe siç e tha edhe shefi i shtabit qendror dhe ai lokal edhe i arshëm zotri Fatmir Dehari, kryesus i këshillit tashëm të komunës zotri Iliri Rushani, të dashur vëllezër dhe motra. Sot qëndroj para jush për të dërguar disa mesazhe sipas meje, por duke i ditë të rritë dhe të rejat, edhe sipas atyre për ato të cilët përpiqen me intriga, me shantazhe, me luftë të pabarabartë, siç e quajmë ndërbres, të marrin pushtetin. Unë nga Kërçova, nga ky shesh, duke vujt edhe në lëkurën time, edhe unë personalisht, me padrejtësi, edhe familja ime e cila e ka vujt, t'ju dërgoj atë porosi shumë të rëndësishme. Të dashur vëllezër dhe motra, ne të gjithë këtu bashkë, i ri e i moshu, vajza e djem, kur bie qohen me qindra e me mija, nga Shëbaja, nga Zvicra, nga Zajazi, nga Oslomeja, me të vetmin qëllim, se ne e kemi dëshmu. Interesi jonë nuk është fitoj vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim, as Aleanca Kombëtare për Integrim. Interesi jonë është të fitojnë shqiptarët, ato të cilët kujdesen për shqiptarët, ato të cilët punojnë në mënyrë të drejtë për shqiptarët. Dhe nëse bëjmë një krahasim, si ka qenë para një viti e gjys, dhe si që është tash, shqiptarët më e kanë sjell vendimin e tyre. Në Kërçovë, si çdo komunë tjetër, do të fitojë Aleanca Kombëtare për Integrim. Dhe kundërshtarët e jonë politik, VMRO, DPMNE, nuk do t'i kalojnë këto matematika të cilat i ka bërë në kuzhinat ndryshme, pothuajse me muaj të tërë. Unë kam qenë pjesë e qeverisë kalume. Kryetari jonë, zotri Ahmeti, po edhe gjithë ne, në paraqitjet tona publike, kemi folë për bashkim të pjesës maqedonase. Me të vetmin qëllim, që të degradohen shqiptarët, të poshtrohen shqiptarët, dhe në atë mënyrë, ato të kthejnë do një lloj krenarie. Po krenari më të madhe për shqiptarët cilët janë dem babadem, këtu në Kërçovë dhe Gjëtiju, a ka se me laps ashtu siç në 2001 edhe me mjetet tjera kemi luftuar për drejtat tona? Ne nuk marrim asgjë, ne kërkojmë të jonën, dhe atë e kërkojmë të bëjmë garë në mënyrë të barabartë dhe të drejtë. Dhe ajo është me punë. Hajde t'i krahasojmë programet politike, punën e bërën të kalumen, atë të cilën e premtojmë në të ardhmen. Çdo kundër kandidat tjetër e ka një të kalume, kanë udhëheq institucione, kanë qenë pjesë partive politike, dhe sot qytetari do të vendosim mbi ato parime. Kush sa ka bërë për qytetarin, kush i ka realizuar premtimet për qytetarët. Prandaj, unë jam më së i bindë se çdo kush prej nesh nuk do të bi preje e atyre të cilët mundohen që në këtë mënyrë të kthejnë do një farë lloj dinjiteti dhe të tekalojë pasardhësin e tij. Nga do që shkojnë, këto të cilët mirën me këto punë, duke përfshirë dhe kryeministrin e vendit, don të ketë një farë lloj suksesi më shumë se paradhësi i tij. E Kërçova nuk është për pazare. Kërçova është e kërçovarëve, është e shqiptarëve, është e turqve, e romëve, e maqedonëve dhe të gjithë dhe atyre që jetojnë këtu. Dhe për Kërçovën do vendosin qytetarët e Kërçovës duke u bazuar në ato të cilat i thash paraprakisht. Andaj të bashkuam ashtu siç na ka mësuar lideri jon Ali Ahmeti, duke mos shah kërkënd, duke mos injoru kërkënd, duke tregu punën tonë dhe vizionin tonë, 19 tetor
të vullosim vazhdimsinë e suksesit të komunës së Kërçovës. Ju faleminderit shumë dhe na prifte mbarë. Asnjë betejë nuk e kemi humbur. Edhe kësaj radhe triumfalisht do të qëndrojmë ballë lart, sepse nga mesi ynë dim të nxjerrim më të mirët. Ndaj edhe kësaj radhe Aleanca Kombëtare për Integrim garon me listë më të mirën. Dhe unë pa humbur kohë, ftoj të ngjiten në skenë kandidatët për këshilltar. Ftoj Blendi Zeqiri, Amira Veliu, Egzon Zenku, Albulen Imeri, Liridona Zeqiri, Jetmir Ajradini, Galtrina Fetoja, Besart Sejdini, Samije Seloska, Leonid Gjambazi, Zazan Mehmeti, Gjemail Gjemaili, Atije Jonuzi Ramadani, Sibel Tufekçi, Syarta Saliu Ramadani, Asip Zendeli, Shefki Imeti, Latife Limani, dhe në fund ftoj kapitenin e kësaj skuadre, njeriu i urtë dhe punëtor, i sjellshëm dhe i dashur me të gjithë, Bartsin dhe kryetarin e ardhshëm të Këshillit Komunës Kërçovës, Ilir Lurushani. Të nderuar qytetar të komunës së Kërçovës, motra dhe vëllezër, e dashur rini dhe bashkëqytetar të komuniteteve, mirëmbrëmba dhe faleminderit nga zemra për prezencën kaq madhështore. I nderuar lider i shqiptarëve zotri Ali Ahmeti, i nderuar kryetar i Aleancës zotri Zeadin Sela, i nderuar kryetar i tashëm dhe i arshëm i komunës sonë së dashur zotri Fatmir Dehari, i nderuar shef i shtabit qendror zotri Faton Ahmeti, i nderuar shef i shtabit komunal zotri Argjent Asani, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, sonte unë jam këtu me shumë emocion dhe përgjegjësi si bartës i listës së këshilltarëve për Këshillin Komunal të Komunës së Kërçovës nga beslidhja shqiptare Aleanca Kombëtare për Integrim, për të folur për mbi vizionin ton, ekipin ton fitus dhe të ardhmen që duam të ndërtojmë bashkë për Kërçovën ton të dashur. Këto zgjedhje nuk janë zgjedhje lokale të zakonshme, sepse përmes të secilit prej nesh ka fuqinë të vendos kush do të na përfaqësoj, të kujdeset për qytetin ton, për fshatrat ton dhe për familjet tona. Vota juaj është zëri juaj, është vendimi juaj
dhe për të ardhmen e Kërçovës. Në këto vite janë bërë shumë hapa për para, por të gjithë e dim se për Kërçovën tonë duhet ende më shumë. Meriton udhëheqje me vizion, me përkushtim dhe përgjegjësi njerëz që e duan Kërçovën, qytetin tonë, që punojnë për njerëzit tonë. Ne ecim në këngë me frymën, vlerat dhe vizionin e liderit tonë kombëtar, Zotria Ali Ahmeti, që ka ndërtuar bashkim, dinjitet dhe përparim të shqiptarëve kudo në këtë vend. Ai na ka mësuar se politika nuk është luftë për pushtet, por mision për shërbim. Se pushteti nuk është privilegj, por përgjegjësi ndaj qytetarëve tanë. Dhe këtë mësim e mbajmë me krenari në çdo vendim, në çdo hap, në çdo premtim që e bëjmë ne para jush. Sot kemi nderin të kemi përpara një njeri që e njeh Kërçovën tonë, në çdo detaj, një njeri të përkushtuar, me përvojë, me integritet dhe me dashuri për qytetarët tonë. Ky është Fatmir Deari, kandidati për kryetar të komunës së Kërçovës. Zotri Deari ka dëshmuar me vite se puna e ndershme, përkushtimi dhe përgjegjësia sjellin rezultate. Ai nuk flet me fjalë të mëdha, ai flet me punë të kryera, me vlera të qëndrueshme dhe me dashuri për Kërçovën. Prandaj unë dhe gjithë lista e Aleancës Kombëtare për Integrim jemi krenar që qëndrojmë krah këtij për të vazhduar rrugtimin e zhvillimit të bashkëpunimit dhe të dinjitetit. Lista jonë për këshilltar nuk është një ekip kandidatësh, por është listë me integritet, me përvojë dhe vizion të qartë për zhvillimin e Kërçovës tonë të dashur. Ne qytetarët do t'jemi zëri juaj në Këshillin Komunal, do t'jemi syri juaj në vendimarrje, do jemi garancia që çdo vendim i komunës do të merret me në interes të qytetarëve, jo të grupeve apo interesave të ngushta. Ne do të angazhohemi për transparencë të plotë të buxhetit komunal, zhvillim ekonomik, mbështetje për bizneset lokale dhe për projektet e reja që sjellin vende pune. Rini aktive, investime në qendra rinore, trajnime profesionale dhe mundësi për vendpunësim, infrastrukturë moderne, rrugë të ndriçuara, kanalizime funksionale, mjedis të pastër dhe hapësira të gjelbërta, arsim dhe kulturë, mbështetje për shkollat, aktivitete kulturore dhe ruajtjen e identitetit ton kombëtar. Miq të ndashur, unë besoj se Kërçova ka forcë, ka vullnet dhe ka zemër për të ecur përpara. E ardhmja nuk vjen vetë, ajo ndërtohet dhe ne bashkë do ta ndërtojmë. Ajo vjen në vizionin e Ali Ahmetit, në udhëheqjen e Fatmir Dearit dhe me përkushtimin e ekipit ton. Kërçova do të vazhdoj të jetë shembull i zhvillimit, transparencës dhe bashkimit. Të dashur qytetar, më 19 tetor 2025 kemi zgjedhje të rëndësishme përpara, andaj ju ftoj të zgjedhim zhvillimin, bashkimin ndaj ndarjes, punën ndaj fjalëve boshe. Le ta zgjedhim Fatmir Dearin për kryetar të komunës së Kërçovës.
Le ta zgjedhim listën për këshilltar të Aleancës Kombëtare për Integrim. Le ta zgjedhim rrugën e vizionit ton të udhëhequr nga Ali Ahmeti, rrugën e bashkimit, të dinjitetit dhe të zhvillimit. Prandaj, qytetarë të dashur, më 19 tetor, rrethoni numrin 4 me të cilin do të votoni Fatmir Deharin për kryetar. Votoni Ilir Ushanin dhe ekipin e tij për Këshillin Komunal. Na prifte mbara bashkë për Kërçovën ton të dashur, si gjithmonë fitimtar. Ju falenderit. Vendi dridhej, a i mbeti, tha në shtrije, tha në vra. Por a i si Feniks u ngrit dhe sot, si një kalorës që vjen nga lashtësia, i bën balë furtunës famkeqe që kërkon të zhbëj shqiptarët. Të dashur kërçovar, ju drejtohet Ziadin Sela. Mirë se të gjeta Ali Ahmeti në Kërçovën tënde. Të nderuar vëllezër dhe motra, i nderuar Niko Qir, kryetari komunës zoti Fatmir Dehari, i tanishëm dhe i ardhshëm, i nderuar shefi shtabit Faton e shefi shtabit komunal Argjend, nderuar bartës i listës Ilir, Kreshnike Remzi, të nderuara motra dhe vëllezër. Natyrisht që në Kërçovë është një nga vendet e rëndësishme të rezistencës kombëtare për këto zgjedhje, të cilët pa çka se oponentët tanë dun t'i quajnë lokale, zgjedhjet çdo herë janë politike, sepse merret dhe jepet fuqi politike. E kam thënë edhe në shumë takime tjera dhe vazhdoj të ripërsëris. Të rëndësishme janë edhe ato lokalet, sepse është shtëpia, është oborri, është rruga e lagja, aty ku jemi rrit, e kemi dëgjuar rrëfenjat e gjyshërve edhe gjysheve tona, atje ku i kemi krijuar indin ton kombëtar. Atje ku na kanë mësuar që gjuhën s'bën me shit, e duhet me mbrojt me gjithë shka. Aty ku na kanë folë për lavdinë e të pareve tanë, të rëndësishme janë edhe shkolla edhe qerdhja, edhe pallatet e sportit, e gjithë shka edhe këndët e lojrave. Por gjithë këta i bën politika e organizuar që buron nga kombi, nga nevojat e shqiptarve dhe jo partit politike që na gatuajnë të huajt. Prandaj, edhe pse zgjedhje lokale po japin fuqi politike, nuk guxon asnjë shqiptar të jetë asnjanës dhe të mos bëj asgjë sikur s'po ndodh asgjë kaca zgjedhje atje në Maqedoni. Të gjithë duhet të jenë Nait Hasani, të cilët vinë dhe japin mesazhin e tyre si shqiptar. Ta kemi qartë vëllezër dhe motra, betejë në këto zgjedhje është ndërmjet atyre të cilët duan që organizimet politike shqiptare t'jenë shqiptarëve dhe burojnë nga shqiptarët, dhe atyre të cilët na bëjnë diverzion dhe mundohen që t'rregullojnë skenën politike simbas dëshirave që ato kanë në pallatin e bardhë vëmëros, por edhe më tutje atje në Beograd. E pra nuk e lejojmë. Mos lejoni, të dashur vëllezër dhe motra, që të funksionoj diverzioni
diverzantët e Mickovskit këtu në Kërçov. E as në Tetov Besa, e as në Gostivar, e as në Çajir, e as në Strug, e as në Dibër, e as kund. E shohim që mesazhin e kanë kuptuar shqiptarët gjithandej. Dhe prandaj takimet tona që i paralajmërojmë për hapje shtabësh shndrohen në tubime madhështore. E tubimet për zgjedhje lokale në mobilizim popullor. E pra qartas, mlejoni që edhe unë t'jap një apel edhe këto pak ditë që kanë ngel. E dashur mërgat, ju s'kam pikën e dilemës që veç më një pjesë e madhe keni ardhë, por do duhet e gjithë mërgata të vim 19 tetor dhe ta jap mesazhin shumë qartë. Ta jap mesazhin që ky është referendum, jo i Ali Ahmetit, as i Zjadin Seles, as e kujt do qoftë tjetër, është referendum i shqiptarëve, të cilët me vot do të thonë, do lejojmë që Mickovski të na zgjedh përfaqësuesit tan, apo do i zgjedhim ne vetë me vot ashtu siç duhet. E dashur mërgat, të dashur shqiptar, vatani e vendi, e trojet, ka dy forma që mbrohen. Me pushk në luft, e me politik në paq. E pra koha është që me politike, me përkraje të politikave kombëtare, ta mbrojmë vendin ton, shtëpitë tona, të ardhmen ton, këtu në trojet tona të parëve tanë. Shumë kush i thot, po s'kam unë interes, edhe do ju përkrajmë pa interes. Dikush thot, po kam një interes personal, dhe do të bëj përkrahjen, do t'i jap këti ose ati. Gabim vëllezër, kutia e votimit është një nga një zëri ynë për të përgjithshmen, aty ku do t'jetë pastaj e realizuar edhe e përveçmja. Pa ka interes më të madhë se amaneti i gjyshërve dhe i stërgjyshërve. A ka interes më të madhë se sakrifica e me faileve të tjerve para tyre. Po a ka interes më të madhë se ardhmëria asaj vajzet vogël aty. E pra vota, kjo është. Vota është ardhmëri. Vota është ai fëmia tjetë më me denjitet se sa ne jemi sot, tjetë më i barabartë se sa ne jemi sot dhe tjetë më me perspektivë se sa ne jemi sot. Prandaj, po ka interes dhe këto zgjedhje kanë të bëjnë me interesin e shqiptarve për dekadat që vinë. Prandaj, ngrihenin këmbë, motra e vëllezër, më 19 tetor, votoni bashkimin, votoni aleancën kombëtare për integrim, rrethoni numrin 4. Suksese e na prifte mbara. Faleminderit. Ai nuk u lodh asnjëherë. Dora e tij prek çdo gur dhe mur të këtij vendi, që sot ka marrë me plot kuptimin e fjalës qytet, edhe pse që nga dita e parë të mandatit të tij, pamëshirshëm e luftuan qarqet e errta për të kthyer Kërçovën në prehrin e lugetërve. Por harruan se ai nuk është lepur, ai është shqiponj, dhe si i till do të fluturojë mbi këtë nënqiell. Ftoj për para jush kryetarin aktual dhe kryetarin e ardhshëm të komunës së Kërçovës. Ftoj Fatmir Deharin.
Faleminderit. Faleminderit. Sonte do më lejoni të lexoj. Të dashur dhe të respektuar qytetarët Kërçovës, vlezër dhe motra. Bashkëthar të këtij rrugtimi rreth 25 vite. Shumë të çmuar, gurbetçar, mërgjimtar që jeni prezent sonte këtu dhe ju të cilët jeni duke ardhur si val deti për t'i dalë Zot, dalë Zotës Kërçovës suaj dhe tonës. I respektuar shefi shtabit Faton Ahmeti, shumë i dashur shefi shtabit për Kërçovën, një punëtor i palodhshëm Argjent Asani. Ju, forca, fuqia dhe ardhmja e këtij qyteti dhe këtij vendi, rini e dashur dhe mrekullueshme, që jepni shkëlqim këtij vendi, si gjithmonë dhe gjithkund. Shumë i respektuar shok, që jetë gjithmonë pranë, atëherë ku është më shumë t'i nevoja, Kreshnik Bekteshi. Dashur, shok të mi të luftës, shumë i çmuar, mik, që edhe sot gjete kohë të vish nga Kosova, ngjajshëm si në vitin 2013, ushtari përbetuar i kombit ton, Nahit Hasani. Faleminderit në emër të gjithë kërçovarëve që edhe sonte këtu prezent me ne. Të respektuar të antar të gjithë ju të Aleancës Kombëtare për Integrim, shumë i çmuar dhe i respektuar miki Kërçovës, kryetari i Aleancës, zoti Zjadin Sela. Faleminderit për motivimin dhe fjalët e bukura që na thatë. Të nderuar antar të Degës Bashkimit Demokratik për Integrim, më lejoni që të falenderoj dhe njëkohësisht t'i them se në këtë rrugtim kam mësuar shumë, që nga pushka e deri te paqja, njeriun ton të palodhur në të gjitha rrethanat, shokun, vllaun, prindin ton, kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, shok i çmuar Ali Ahmeti. Sot, në këtë shesh ndjej të njëjtin emocion si në vitin 2013, kur për herë të parë në historinë e këtij qyteti, me vullnetin e popullit dhe besimin në Zot, u kandidova për kryetar të komunës. Ishte një kohë ku kishte edhe nga ato, të cilit thoshin se është e pamundur të fitohet Kërçova. Po ja që edhe atëherë bashkimi im si shqiptar, si turq, rom dhe të tjerë, e bëri të kundërtën dhe Kërçova u fitua. Fitoria vitit 2013 ishte përtej një fitorie politike, ishte fitore e krenaris, e dignitetit, e shpresës për Kërçovën ton, për rinin ton. Që nga ajo dite deri sot, kemi ndërtuar një rrugëtim me punë, vullnet dhe dashuri për qytetin ton. Kërçova atëhershme ishte e lodhur, e harruar, e mbuluar me borxhe. Sot, të dashur kërçovar, kemi një komunë të qëndrueshme financiarisht, transparente 100% dhe aktive në çdo lagje e në çdo fshat. Komunë që dëgjon qytetarët e saj, që punon dhe që i shërben çdo qytetari. Ne kemi investuar në arsim, në rrugë, në ujësjellës, në shkolla e çerdhe, në sport dhe kulturë, në rinin ton të dashur, në zonat rurale që dikur ishin të harruara. Kemi qenë gjithmonë pranë qytetarëve tanë me projekte, me ndihmë, me respekt.
kemi bashkëpunuar ngusht me mërgatën tonë të shmuar, me mësuesit, me sportistët, punëtorët, gjahtarët, buqit, me të rinj dhe me çdo kërçovar që punon për të mirën e përbashkët. Sot, pas më shumë se një dekade pune, vi sërish para jush me të njëjtin qëllim, të vazhdojmë rrugën e zhvillimit dhe të ndërtimit. Ne nuk vim me fjalë të mëdha, por me punë të provuar, dhe ju e dini vetë, një të hedh me sy anësh, të gjithë punët i keni aty, që nga sheshi i këtij qyteti, bulevardi përballë dhe bulevardet tjera, rrugët, shkollat, çerdhet, parqet, trotuaret, urat, transparencë financiare dhe e përgjithshme, mbështetje për sportin, klubet tona sportive, për rinin, janë dëshmi të një udhëheqje që ka punuar me profesionalizëm. Kërçova 2025-2029, vazhdojmë të udhëheqim Shqip. Në 4 vjeçarin e ardhshëm kemi synime të qarta, të përfundojmë rrjetin e kanalizimit në çdo vendbanim, menaxhimin e beturinave deri në përfundim, rrjete usjellsi për të përforcuar kapacitetin e ujit të pishëm. Të zgjerojmë zonat të reja industriale për investitorë si që kemi dëshmuar e deri tani, që do të mundsoj vende të reja pune për të rinj tanë. Të ndërtojmë qendrën multifunksionale rinore dhe sportive, hapësirë moderne për aktivitet, mësim, lexim dhe kulturë. Të zgjerojmë rrugët lidhëse fshat me fshat dhe fshat qytet. Të ndërtojmë banesa sociale dhe hapësira publike për fëmijë dhe familjet tona. Të forcojmë mbështetjen për studentët e ndalluar, për nxënësit e dalluar dhe për të gjithë ata nxënës e studentë që kanë nevojë për ne. Të mbështesim sportin dhe sportistët kërçovar. Të zhvillojmë etnoturizmin dhe agroturizmin, duke e bërë Kërçovën destinacion të vërtet kulturor dhe turistik. Dhe mbi të gjitha të ruajmë bashkimin dhe respektin ndërmjet të gjithëve. Kërçova është shtëpia e shqiptarëve, turqve, maqedonas dhe romëve, secili ka vend, dinjitet dhe respekt në këtë qytet. Ne nuk ndajmë, ne bashkojmë. Kërçova jonë është më e fortë kur jemi bashkë, kur respektojmë njëri tjetrin dhe punojmë për të ardhmen e përbashkët. Të dashur, vëllezër dhe motra, shumë të respektuar gurbeçar. Në këtë garë e prek, e ndjej mbështetjen dhe mbi të gjitha besimin tuaj. Për të vazhduar, falënderit. Për të vazhduar me punë dere për kushtim, sepse Kërçova e nesërme do të ndërtohet me duart dhe zemrën e secilit për jush, mërgjimtarve tanë e në veçanti e të rinjve tanë, që së bashku të vazhdojmë rrugën e filluar për një Kërçovë më të bukur, më të pastër, më të drejtë e më dinjitoze. Një Kërçovë që nuk përkulet, që nuk shitet dhe nuk dorëzohet. Zoti e bekov Kërçovën, Zoti u bekov ju, çdo njëri nga ju. Do më lejoni tani që t'u paraqitem bashkëqytetarëve tanë turq, rom dhe të tjerëve në gjuhën maqedonase. Poqitovan Aleksandër, kandidatot za Grančani kod VMRO DPMN. Nema potreba za ovo. Zaboravivte Neli kako ja ostavivte Kičevo vo 2013. godina. Glavno prašanje za vas i za tvoje to VMRO. Neli zaboravivte deka 7 milioni evra dolg zadolžena opština, najzadolžena vo nivo na državata. Počitovan Aleksandar, Neli zaboravivte vo koja sostojba gdje ostavivte na gradskite učilišta. Vo koja finansijska sostojba nad 1.700.000 evra dolg
5 училища во градот, сите со блокирани сметки. Прашај ги твоите ВМРО-вци што направиле тогаш. Оти не постапиле институциите надлежни за овие работи. Александар, нели си заборавил, еве јас, ти не се појави од овој плоштад. Во која состојба беше овој плоштад? Во која состојба? Во која состојба позади плоштадот беше калето на овој град? Те молам, Александар, прашај ги твоите ВМРО-вци, твоите и нашите граѓани сите. Во која состоја беше левата страна на градот, старата чаршија и десната, односно и левата страна кон болницата. Александар, во која состоја беше булевардот Ослободување? Во која состоја беа другите булевари, господин Александар? Во која состоја беше улицата кај Арабела 11 септември? Во која состојба беше водоснабдувањето на градот? Фекалната канализација? Па, нели во која состојба сега, господин Александар и вие, господа од ВМРО, општина Кичево ни се спомнуваше во делот на транспарентноста. Апсолутно нула транспарентност. Најтранспарентна институција во ниво на државата. 100% транспарентност. Фалендери. Александар, уште еднаш 7 милиона задолжена долг. Прашај го сега твојот министер во финансии, после 12 години во која состојба е општина Кичево. И рачунај колку инвестиции. Ако направиме некоја математика, од независноста на Република Северна Македонија до сега, до 2013 и од 2013 до сега, ве уверувам дека имаме повеќе инвестиции и нула долг моментално општина Кичево. Почитувани граѓани на Кичево, почитувани браќа турци, јакшамлар, почитувани роми, почитувани наши сограѓани македонци. Нашиот град има посебна вредност, тоа со луѓето различни по јазик, вера и култура, но обединети во еден цел, развоен, достоинствен и европски Кичево. Во изминатите години покажаме дека општината може да биде пример за работа, почит и транспарентност. Инвестиравме во патишта, булеварди, училишта, водовод, спорт и култура, не само во центарот туку и во секоја населба на градот и село. Нашата визија е јасна. Кичево 2025, Кичево 2029, град на еднакви можности за сите граѓани. Јас сум гор што во тимот, во мојот тим и во општината има луѓе од сите заедници. Турската и ромската заедница во Кичево секогаш ќе имат достоинствено представување, почит и подршка. Вие сте дел од нашата историја, дел од нашата култура, дел од нашата иднина. Како градоначалник и како човек, секогаш сум бил и ќе бидам глас на еднаквост и правда, не само во Кичево, туку и на државно ниво. Затоа, од овој плоштад, од Кичево, им упатувам повик на сите политички партии да го разгледуваат изменувањето на закона за символите и турското знаме да биде изедначено со сите други знамиња. Ќе продолжам да бидам гласот на сите оние кои сваќат, сакат фер шанси, работа и почитување на нивните права. Ние сме еден град, едно семејство,
jedna zajednica. So zajednička rabota će izgradime kiće oso poveće investiciji, podobra infrastruktura i počisti javni prostori. Kićevo što će bide dom nasite, grad što ne deli tuku obedinua. Allah da go blagoslavi Kićevo, Allah da ve nagradit za ova podrška moji braća od Turskata zajednica, Allah da ve čuva site vas što ste prisutni i tije što ne podržuvat. Të dashur qytetar, dhe në fund dua të drejtohem edhe për momentet të cilat janë apo kanë qenë gjithë jetën duke më ndjekur. Kam provuar në mënyra të ndryshme të më shantazhojnë edhe në të kaluar. 12 muaj qeverisje komuna e Kërçovës ka qenë e rrethuar nga policia, nga të gjitha llojet e inspektoriatit. Kam qenë në presion të jashtëzakonshëm të gjithë institucioneve të shtetit. Jeni edhe ju vetë dëshmitar. Nuk jam dorëzuar kur. Kam besim në punën time, në punën e ekipit, në punën e administratës komunale, po mbi të gjitha besimin në popullin tim. Vazhdojnë që të përpiqen që të më shantazhojnë duke u bë bashk UTBA e vjetër dhe UTBA e re. Do të qëndroj si kam qëndruar gjithmonë, me besim dhe mbështetje tek populli im. Andaj të dashur qytetar, kokën lart, vazhdojmë dhe përgjigja më e mirë për të gjithë ata. Jeni ju sonte këtu. Është ky besim që më jepni ju dhe do të jetë po ky besim që do shndrohet në kutitë e votimit më ditën e diell, më datën 19. Edhe një herë, ju faleminderit për këtë besim që më jepni. Besimi është fjala më e shenjtë dhe unë atë dhe ta përcjell gjithë jetën. Edhe një herë, Zoti ju bekoft, ju, familjet tuaja, Kërçovën dhe të gjithë qytetarët e vendit. Faleminderit dhe na prifte mbara. Sepse shpatën ma kanë dhuruar ushtarë. As një luftë, as një betejë kam humbur, sepse shpatën ma kanë dhuruar atletarë. Komandant në thinin flokët, ti po mbeti ri. Fjala e ti lëviz malet, ndal rufet, shuan vulkanet dhe largon rete zeza. Shkrin akujt me zjarrin e Prometheut. Mbjell qëndresën me parmendën e shpresës. Ajo është fryma, ideali, vetë shqiptaria. Ajo është penda e naimit, flatra e Shqiponjës së Skënderbeut dhe Ismail Qemalit. Është urtësia e Nolit dhe vargu i Fishtës. Është sharkia e Hamzës dhe Gjerdania Dem Jasharit. Është kushtrimi i Zair Pajazitit. Është qëndresa e Femila Drovcit. Plaga e lirisë së Luan Haradinajt. Është pushka e Tahir Sinanit. Zonja dhe zotrinj, ftoj për para jush vetë krenarin e Uskanës dhe mbarë shqiptaris, ftoj Ali Ahmeti.
Vëllezër e motra, dashur, bashkëveprimtar, bashkëluftar, adhëtar e mërgjimtar, dashur bashkëdrejtues të front të Aleancës Kombëtare për Integrim, Zoti Sela, dashur Najt Hasani, Zoti ka dasht që ti të mbijetosh. Me Najtin jemi bashkë themelus të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Najti është mbijetuar sepse duke tërhequr të vdekurit që po shkatoheshin në burgun e Dubravës, plagoset edhe vejet. Por plumbat për të mos i shkuar dhe për të shpëtuar shok, Nezir Zogaj, ull midis oborit të burgut që të vritit taj të shpëtoj Najti dhe të vrarët e tjerë. Këto janë vetëm, mund të lexohen për legjenda, po kjo është e vërteta. E Najt Hasanit. Dhe Najti është këtu se të vetmin shok e komantar të Bashkimit Demokratik për Integrim. I vetmi është prej Kosovë. Është me tesere, kuptohet dhe ka obligim të i përgjigjet. Nderuar shefi shtabit, barësi listës, bashkë me këshilltar, ju shefat të shtabeve lokale, dua ta filloj me një histori, me një vendim të kryeministrit 6 herë i zgjedhur i Serbisë dhe 3 herë i mbretërisë serbo-kroato-slovene, Nikola Pashić. Me i robruar shqiptarët, mos u nisni me një herë me artilleri, as me këmsori. Nisni 2 vagona me para dhe bleni krenat e tyre. Nisni 2 vagona me para dhe bleni krerat e tyre. Shumica shiten lirë, disa pak më shtrenjt. Një pjesë e vogël që nuk shiten, vrisni ata që nuk shiten. Jo me dorë duaj, por paguani. Shqiptarët me i vra, ata të pabindurit. Ka plot që vrasin për 5 para. Mandej, shtini munafikët, shtisat dhe përqarësit që të përhapin gënjeshtra, që mbjellin mosbesim e mjegull. E mandej qep jani me kret fuqin tu fillu prej atyre që na shërbyen. Do të thot, ma në fund të vrisen edhe shërbëtorët. Përse dola me këtë vendim të Nikola Pashićit?
E dita që para meje do flasë Zoti Sila dhe të hyjë në shpjegime e vazalitetit e të poshtrimit që u janë bërë shqiptarëve këto 13 muaj. E dita që ka zhvillime tinzare dhe të gjithë duhet ta kuptojmë. Nuk lihet kur pa u lëviz të damtohet substanca kombëtare. Por, kjo do të vlejë edhe për bashkëqytetarët tanë Maqedonës. Të heqin dorë, se deri dje kanë qenë vazalë të Beogradit. Të kenë autonomi të vetëm, mos bëhen servis i shërbimeve sekrete. Bashkëqytetarët tanë, politikanët Maqedonas duhet ta dinë. Nikola Pashiqi ka vepruar kështu, sepse shqiptarët ua kanë mohuar çdo të drejtë, të pashkolluar, që kanë mund t'i blenë lirë, të vrasë vlau vllanë, të shiten për 5 para, por sot shqiptarët, në tokat e veta, në këtë republikë kanë 3 universitete. Nuk janë shqiptarët e 1913-ës, me analfabetizëm. Ky Nikola Pashiqi që ka dhënë urdhër me të qindra të vrarë kemi 1913-ën. 3.000 mbetje janë përballë nënës shqiptare në Zajas, të grumbulluara në përvarreza masive e të vendosura aty për para nënës. Ky vendim është që u lexova juve këtu, por që duhet të ndëgjojnë edhe politikanët Maqedonës. Ne i dalim zot marrëveshjes së Ohrit. Marrëveshja e Ohrit i ka rregulluar raportet midis shqiptarëve, maqedonasve, turqve, romëve, vllehve. Të mos dalin me deklarata se ne, aleanca kombëtare, Zjadin Sela, Ala Meti po bëkan fushat nacionaliste. Nuk është nacionalizëm të mbrojsh marrëveshjen e Ohrit. Nuk është nacionalizëm të mbrojsh përfaqësimin e drejtë, inspektoratet. Nuk është nacionalizëm të bësh thirrje, apel, mos ta përsëritet e kaluara. Nuk është nacionalizëm, është mençuri, është qetësi, është gjaftësi, dhe nuk bijem në grac të edukatës, që ata nuk punojnë me komunitetet e tyre, po i nxisin kundër shqiptarëve, se kush do shqipen zyrtare të shkojnë në Shqipëri e në Kosovë. Ky është gabim. Ky është nacionalizëm. Se turqit nuk e kërkojnë turqishte në Gjermani, as arabët në Francë, që janë nga 6-7 miliona ndej. Dhe ne shqiptarët qenë keshëm të huaj në vëndin toni. Po mëre. Zoti Sela, me failat që i përmenë, akoma ershët nuk dihet ku i kanë. Vetëm të arrëfej një dokument nga arkivë bulgar. I 1903-ës, në Karbunic, kujtime nga generali bulgar, 7 ditë e 7 net luftuam, 7 ditë, e ditëm të 2 palët që s'kishëm as buk as municione, por ditën e 7 u qua njëri nga pozicioni dhe vinte, drejt pozicionit ku ishte komandanti jonë, të gjithë gjuanim në te, pa e nuk rëzoheshte.
erdhë në pozicionin ku ishte komandanti jonë me një plumë e vrau, komandantin dhe vedh dish, ky ishte Seferak Zajazi. Prandaj, të gjithë janë Zajaz, të gjithë janë Sërbic, Aranxhell, Garon, Sërbic. S'ka dalim këtu. Me 19 tetor, si një trup i vetëm, të vendosim për fatin ton, as gjë keqe si ka ndodhur Kërçollës, as me Maqedoninë, me barazinë e shqiptarëve. Që në keshëm nacionalistë se i dalim zot, asaj që kemi fituar me gjak, let lehin sa të duan, për ne nuk heqim dorë nga e drejta jonë legjitime. Dhe me 19, ju, populli, do va të regoni hesapet se ku i kanë ata, se ku i kanë hyp kalit për mrap. Një apel për Turqit, pa le të shohin në lindje, le t'i kthejnë syt nga lindja. Në Kërçovë gjuha zyrtare është. Që ku është kryetari komunës këtu? Unë e hodha firmën, përballë gjithë këshilltarëve, Turqit të kenë gjuhën zyrtare këtu ta kenë. Asnjë ekses ndëretnik. Fatmir Dehari ka qenë i drejt e i barabartë për të gjithë, se Kërçova është e përbashkët. I bëri krahasimet Fatmiri. I bëri krahasimet, si ka qenë deri në 2013, dhe si është Kërçova pas 2013-ës. 19 tetor votohet për referendum, dhe në këtë referendum do të dalin ata që i dalin zot kombit. Fatmir Dehari, bashkë me Ilirin dhe tërë listën për këshilltar. Faleminderit dhe miru takofshim.